Monika Kryemadhi bëhet gjyshe për herë të parë, ja emri i veçantë i mbesës. Deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi përmes një postimi në Facebook njofton se është bërë gjyshe. Kryemadhi shpreh fjalët e ndjera për bijën e saj Sara Meta, ndërsa njofton se ajo ka sjellë në jetë një vajzë. Sot Sara e vogël u bë e madhe, u bë mami. Sara, sot statusi yt social është ngritur në piedestal, sot qenia jote merr komplet kuptim tjetër, jeta jote sot do të ekzistojë në çdo sekond për vajzën tënde. Ti do lutesh që Zoti të japi forcë për të jetuar dhe do durosh çdo dhimbje, çdo sfidë, çdo gjë për një qëllim, atë të qenurit nën. Mirë se erdhe në klub, Sara Alvora, shkruan Kryemadhi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.